Territorialja ka përplasur në kuvend Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike. Partia Socialiste ka propozuar rishikimin e përbërjes dhe drejtimin e komisionit të posaçëm për reformën territoriale. Kërkesa ka shkuar në kuvend është çështja më e nxehtë dhe vjen pasi socialistët pretendojnë bojkotin e saj nga ana e opozitës. Gjatë seancës plenare, nënkryetari i Partisë Demokratike Luciano Boçi akuzoi mazhorancën se i ka vendosur ultimatum opozitës në lidhje me këtë çështje pa patur asnjë konsultim. Ka pasur mbledhje të vlefshme që ju të përcaktoni apo jo prezencën tonë. Mbledhja e komisionit thirret në konsultim me kryesinë e komisionit. Është alfa e funksionimit një komisioni. Nuk ka pasur konsultim për thirrjen e mbledhjeve të komisionit dhe nuk mund dilni dot në konkluzion që kemi qenë ne apo jo në mbledhje komisioni. S'dilni dot më. Prandaj keni nevojë për ChatGPT-n. Për t'u përgjigjur replikave të opozitës ishte kreu i grupit parlamentar të mazhorancës Taulan Balla, i cili theksoi se opozita në mëngjes ka mendim tjetër dhe në darkë tjetër. A thonin darkë, nuk e thonin mjes. Doli dje ky zotria, fakt pyeta dhe ChatGPT-n për ta kuptuar se çfarë tha se ishte vështirë ta kuptoje. Po komunikuan mbrëm që ju jeni të rrequr nga bojkoti. Të paktën këtë haber na keni sjell dje. Shoh sot që jeni të rrequr nga ajo që keni vendosur dje. Të paktën më ndjeni koleg nëse unë e kam kuptuar gabim, këta nuk janë të rrequr nga bojkoti. Dhe u çua madje jeni aq kakofonik sa për një çështje çoheni dy veta. Minimalisht. Përplasjet në kuvend ka patur edhe mes kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha dhe kreut të grupit parlamentar Balla, pasi kreu i Partisë Demokratike akuzoi Partinë Socialiste se po mbrojnë korrupsionin. Zbore të vjedhjes së miliarda euro e taksave tuaja nga Ramaduro dhe lubia e tij. Ky parlament kryen grushtin e shtetit hedh poshtë kërkesën e prokurorisë për arrestimin e delinkuentes Lubi Balluku. Balla replikoi me Berishën duke u drejtuar se nuk mund të flasë ai për drejtësim pasi është shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për korrupsion dhe i vën në akuzë nga drejtësia shqiptare. Laje mirë gojën sepse edhe për këto që thua zotrote nxirri ato tash timi, pimi, dini, vini. Tani ti je i akuzuar për korrupsion dhe pastrim parash. Për korrupsion dhe pastrim parash, ja i aty. Dhe ne s'kemi thënë asgjë më shumë se sa kanë thënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kanë shpallur non grata për korrupsion, thuaj po apo jo? Drejtësia në Shqipëri të ka marrë të pandehur për korrupsion. Pra, të zotrote je akuzuar për korrupsion. Në kuvend këtë seancë është zhvilluar dhe interpelanca me ministrin e drejtësisë Besfor Lamallari, e kërkuar nga deputeti i Partisë së Lirisë Tedi Blushi, i cili ngriti shqetësimin në lidhje me kushtet në burgje, ndërsa ju referua trajtimit të ish presidentit Ilir Meta, i cili ndodhet në paraburgim. Ministri i drejtësisë tha se çështjet e paraburgimit opozita nuk duhet ta përdorë për emra të përveçëm për interesa politik, por duhet të trajtohet edhe shqetësimi i qindra mijëra qytetarëve.